Mirë se vini në Real People edhe sot. Unë jam direkt këtu në krahun tim me personazhin i cili do bëj një bisedë miq, të mirë. Patjetër. Të mira, sepse nuk bëjmë asnjëherë biseda të këqija. Patjetër. Por si e njoha unë Shabanin? Më vjen një mesazh të cilin dua që ta lexoj. Më vjen një mesazh sepse sa herë që ju ftoj dhe ju që të më shkruani, ja, kështu i gjej personazhet e vërtet. Më vjen një mesazh nga një djalë i cili quhej Ege. Dhe më thotë: Florisia, nuk lë emision tëndin pa ndjekur. Doja të këshilloja një personazh shumë interesant, me shumë histori mbi supet e tij dhe një jetë tepër të vështirë. Quhet Shaban Kërçi dhe është gjyshi im, nga fshati Karavasta. Njeriu që ka ndikuar 90% në edukimin tim, dhe nëse do e intervistoje, do më bëje dhuratën më të bukur të sejtë. Është nipi i madh që më ka bërë për herë taljush. Se po qanë. Është mjaft i dhënë masnesh. Është periudhat e verës i ka kaluar këtu me ne. Vinte maj, vinte këtu, mirë po, në atë kohë, ngulja kënd gjithmonë, sepse atje ku ishte në Itali, ishte edukuar me atë frymën e frikës. I thoshin që në Shqipëri bëhet nami, ka probleme, ka të vrasin, të rëmbejnë. Edhe i krijohet një farë frike dhe në kohën që unë e marrë këtu atë, u mundova me shumë sakrificë për t'ia hequr këtë frikë. Për t'ia hequr dhe këtë merak që ai kishte për ato gjëra që ja kishin brumosur në mendje të gjura nga shokët. Është bërë djalë i mirë, më pëlqen se kam nip. Po kush flet keq për nipin, ë? Është i papar, jo. Takohuni dhe do jetë... E disa mesazhe që marr për herë Shaban, më shkruajnë shumë, edhe unë jam shumë i lumtur që njerëzit i shohin këto intervistat që unë bëj me personazhet e vërtet. Dhe shumë prej tyre, për thënë vërtetën, janë nipër, mbesa apo familjar, po dhe komshinj, që njohin një personazh edhe më ftojnë që ta takoj. Po e ndjeva shumë të fort lidhjen që ti paske me nipin, se e kuptova që u preke dhe ti e përjetove. Si është emocioni kur bëhesh gjysh për herë të parë? Ishte papar. Ishte papar. Unë kam dhe 4 nipa të tjerë. Bile njëra është mbesollja e çunit mesëm, është laureuar për gjyqtare në Itali. O, sa mirë. Milano. Vërtet? Po. Po emocionin e këti jo. Ishte papar. Bëhen këta të tjerë xheloz që... Jo. Jo, nuk bëhen. Nuk ka xhelozi për gjyshin. Nuk kanë xhelozi për gjyshin, sepse qypat i ndjenjën më shumë dhe krenohesha që dhe çuni ku ishim mbështetur ne, çuni i vogël, për shembull Altina quhen. Nuk ishte shumë xhelos që rrinte çuni i vllajt këtu. Bile e admiron atij ku është. Kjo është gjë shumë e mirë. E admiron, ai qëndronte 3 muaj, 4 muaj këtu. Gjatë gjithë verës se kishte të pranishëm këtu. Bile ka pasur një të fortë, se nga ajo që kishte frikë, i flinte me gruan. Thoshte, mirë po kur vati 5-16 vjeç, i tha, nëna tha, ik tha, fli me babën, tha se, me gjyshin tha se tani tha e urrita tha. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.